Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Xhemi Shehu përfundon në SPAK. Çfarë ka bërë moderatorja? Është mësuar e vërteta sepse aktori i humorit Julian Deda dhe Xhemi Shehu kanë shkuar ditën e djeshme në SPAK. Burimet mediatike bëjnë me dije se paraqitja në prokurorinë e posaçme e Julian Dedës ka lidhje me emisionin investigativ Fix Fare që transmetohet në Top. Deda është parë shoqëruar nga moderatorja tjetër Xhemi Shehu, dyshja është futur në ambientet e jashtme e prokurorisë. Në videon e publikuar, e cila është bërë virale në rrjetet sociale, aktori është surprizuar nga një grup muzikor dhe ja kanë marrë valles përpara se të hyjë në prokurori.